Tani, këtu është, keni parasysh që, për shembull, në PD-ja kishte këto grupet e shpëtimit të votës, i mbani mend 2021 që u vranë në Elbasan. Ne nuk kemi grupe shpëtimi të votës që dalin në terren. PD-ja ka para që merr nga buxheti i shtetit që shkojnë në miliona euro. PD-ja ka tradit, pra ka njerëz që kanë 34 vjet që votojnë për atë parti dhe vazhdojnë votojnë edhe për forcë zakoni. Është pjesë e pushtetit, është gjysmëtirë e pushtetit, nuk është kollaj. Po. Ne dalim me flipalosje, ata dalim me Range Rover nga 160.000 euro. Ne nuk mund të prisni nga ne që ne t'i shfarosim të gjithë këta brenda natës. Po ky është një proces. Unë do kisha dashur të ndodhte më shpejt. Dhe është dy palësh. Ne mund të ishim organizuar më mirë, dhe do të organizohemi më mirë. Nga ana tjetër, këtu keni parasysh që ne nuk kemi përballë vetëm Berishën dhe Ramën. Kemi gjithë konjunkturën, përfshi mediat, përfshi bizneset, përfshi shtetin që është vendosur në dispozicion. Nuk është kollaj. Endri, the pak më herët që Edi Rama ka gjithë pushtetet, ka dhe botën e errët e cila orienton votën. Megjithatë shkon 730.000 vota. Nuk shkon 1.700.000 vota, se është e rëndësishme. Ndërkaq, përballë Sali Berisha, i cili pothuajse çdo ditë po denoncon me pretendimin se po faktohet ajo që Partia Demokratike thotë për ditë, që këto zgjedhje janë farcë, janë grabitur, bota e krimit e tjerë, që deri diku bashkohesh me Sali Berishën. Jo, nuk bashkohem me Sali Berishën se problemi... Po pak më do me thënë, a bashkohesh për faktin që Edi Rama ka përdorur gjithçka për të arritur? E kam thënë atë, unë e kam denoncuar. Po këtë thotë dhe Sali Berisha. Përse nuk, jo pyetja që kam është, përse nuk po bën të njëjtën opozicië si Sali Berisha? Cila për të denoncuar vjedhjen e këtyre zgjedhjeve. Po ku? Pra, shiko. Ka përdorur pushtetet dhe përmes botës së errët. E kam denoncuar, hajde denoncojmë bashkë tani nga mëngjesi ndarë. Pra, Edi Rama ka përdorur shtetin shqiptar për të regjistruar votuesit diasporë. Se kemi thënë, ne kemi denoncuar këtë. Problemi i Sali Berishës tjetër vend. Problemi i Sali Berishës është... Në cilën pikë nuk bashkohesh me Sali Berishën, në këtë që po bën çdo ditë? Ke vizioni. Sali Berisha di shumë mirë që në 2029 nuk do jetë as në gjendje fizike, as në gjendje politike për të garuar prapë. Kurse unë do jem këtu në Shqipëri. Patjetër, po lë revizionin. Po jo më ka një diferencë. Jemi konkret. Atëherë, unë jam, po ta shpjegoj pra. Ato se çfarë po denoncon zoti Berisha? Po e denoncova, mbarova punën me denoncimet. Dhe po e denoncojmë prapë sa herë ka mundësi. Problemi, diferenca është Sali Berisha nuk jep më zgjidhje. Sali Berisha është kjo shkuara. Unë përpiqem të jap zgjidhje, unë përpiqem të luftoj, të mbroj qytetarët e Tiranës, të cilët duan me u marr shtëpinë. Kanë shkuar me i prish pallatet. Gjatë sa kohe që Sali Berisha merret me këto videot, merret me GPS-ën këtej atje që justifikoj faktin pse ka humbur zgjedhjet, unë jam duke u marr me çështje e cila për mendimin tim është shumë të rëndësishme. Tani, këtu ka një të vërtet madhe. Biem dakord, jo me Sali Berishën, po me katalanin po duash ti, bie dakord për kur vjen puna për Edi Ramën. Ama nuk bie dakord për faktin që Sali Berisha thotë që po të mos ishte kjo do kishte marrë më shumë vota. Sali Berisha aq vota mund të marrë. Sepse kanë refuzuar shqiptarët. 250.000 po e ka problemi tek vetja, jo te Edi Rama. Po nuk e di më se ai që po them është e qartë. Pra Edi Rama. Atëherë. Sali Berisha shef vetëm nga njëri sy. Unë shoh nga të dy syt. Pra nga syri i majt.